I veshur me një kilt tradicional skocez, me mjekër të gjatë që I ka dhënë pamjen e personazhit legjendar Forrest Gump, Craig Ferguson po përfundon një nga sfidat më të jashtëzakonshme që një tifoz futbolli ka ndërmarrë ndonjëherë. 22 vjeçari nga Skocia po ecën më shumë se 4800 kilometra nga Los Angeles deri në Boston në një udhëtim që nuk ka të bëjë vetëm me futbollin, por edhe me një mision shumë më të madh, ndërgjegjësimin për shëndetin mendor të burrave. Udhëtimi I tij, I quajtur Tartan Trek, ka tërhequr vëmendjen e mira njerëzve në të dy anët e Atlantikut. Për Craigun, kjo nuk është thjesht një aventurë personale apo një mënyrë e pazakontë për të ndjekur ekipin kombëtar të Skocisë në Kupën e Botës FIFA 2026. Është një përpjekje për të folur hapur për një problem që prek miliona njerëz në mbar botën dhe që shpesh mbetet I fshehur pas heshtjes. Kur nisi udhëtimin e tij më 2 shkurt në Los Angeles, pak kush mund ta imagjinonte përmasën që do të merrte kjo iniciativë. Çdo ditë, Craig ecën mesatërisht nga 30 deri në 40 milje, duke përshkruar qytete, autostrada, fusha dhe zona të gjëra rurale amerikane. Gjatë këtyre muajve ai është përballur me temperatura ekstreme, lodhje të vazhdueshme, dhimbje muskulore dhe fluska të shumta në këmbë. Megjithatë, nuk ka menduar asnjëherë të dorëzohet. Në ditën e 100 të udhëtimit të tij, ndërsa ndodhej në New York City, Ferguson ndau me publikun arritjet e deri tanishme. Ai bëri të ditur se kishte mbledhur më shumë se 300.000 pound nga objektivi për 1 milion poundësh që synon të sigurojë për organizatat dhe iniciativat që mbështesin shëndetin mendor. Për një djalë të ri që nisi rrugën me një çantë shpine, një flamur skocez dhe një ëndër të madhe, kjo përbën një sukses të jashtëzakonshëm. Mesazhi kryesor që ai dëshiron të përcjell është I qartë. Burrat duhet të ndihen të lirë të flasin për problemet e tyre emocionale dhe psikologjike. Sipas Ferguson, shoqëria ende ushtron presion mbi burrat që të fshehin ndjenjat e tyre dhe të mos kërkojnë ndihmë kur ka nevojë. Kjo kulturë e heshtjes, sipas tij, ka kontribuar në rritjen e rasteve të depresionit, ankthit dhe vetvrasjeve. Në realitet ne po përballemi me një krizë të shëndetit mendor të burrave, ka deklaruar ai gjatë rrugtimit. Nuk është vetëm një problem në Skoci, është një problem global. Shumë burra po humbasin jetën sepse nuk arrin të gjejnë mbështetjen që ju nevojitet, ose nuk ndihen të aftë të flasin për atë që po kalojnë. Pikërisht kjo arsye shtyu Craig të ndërmarrë një udhëtim kaq të gjatë dhe të lodhshëm. Ai dëshiron që historia e tij të frymëzojë të tjerët të kërkojnë ndihmë dhe të kuptojnë se të flasësh për vështirësitë emocionale nuk është shenjë dobësie, por guximi. Megjithëse mesazhi I shëndetit mendor është në qendër të iniciativës së tij, futbolli mbetet forca që e motivon çdo ditë. Ferguson është një tifoz I apasionuar I ekipit kombëtar të Skocisë dhe ëndra për të qenë pranë skuadrës së tij në Kupën e Botës ka qenë një nga arsyet kryesore që ka shtyrë përpara. Skocia po rikthehet në skenën më të madhe të futbollit botror pasi mungese të gjatë dhe emocionet mes tifozëve janë të jashtëzakonshme. Destinacioni final I Craig është Bostoni, ku ai planifikon të ndjek ndeshjen e parë të Skocisë në Kupën e Botës kundër Haitit. Për tifozët skocez, kjo ndeshje ka një rëndësi të veçantë pasi përfaqëson kthimin e kombëtares në një turne madhor pas 28 vitesh. Për Ferguson, mbërritja në stadium pas mijëra kilometrash në këmbë do të jetë kulmi I një aventure që ka sfiduar kufitë e durimit dhe përkushtimit. Ai e pranon me humor se shumë njerëz e konsiderojnë të çmendur për atë që po bën. Megjithatë, e sheh këtë si një kompliment. Jam thjesht një tifoz I çmendur futbolli që është I gatshëm të shkojë në ekstrem për të parë ekipin e tij të luajë, thot ai me buzëqeshje. Por në të njëjtën kohë dua të tregoj anën më të mirë të tifozëve skocez dhe të përdor pasionin për futbollin për të bërë diçka pozitive. Gjatë rrugës ai ka takuar qindra njerëz që I kanë ofruar mbështetje. Disa I kanë dhënë donacione, të tjerë I kanë siguruar ushqim, strehim apo thjesht fjalë inkurajuese. Këto takime kanë qenë ndër momentet më të veçanta të udhëtimit, duke I treguar se sa shumë njerëz preken nga tema e shëndetit mendor dhe sa të gatshëm janë të ndihmojnë një kauzë të mirë. Përveç mbështetjes financiare, Tartan Trek ka krijuar edhe një komunitet online me mijëra ndjekës që ndjekin çdo ditë progresin e tij. Në rrjetet sociale, Craig ndan histori, foto dhe video nga rruga, duke dokumentuar sfidat dhe emocionet e përditshme. Kjo transparencë ka bërë që shumë persona të identifikohen me misionin e tij dhe të ndihen pjesë e tij. Ndërsa afrohet dita e shumëpritur e ndeshjes, emocionet janë në kulm. Pas më shumë se 3 muaj shetsjeje të pandërprer, Craig Ferguson është pranë realizimit të qëllimit të tij. Ajo vetëm që ka përshkruar një kontinent të tërë në këmbë, por ka arritur të tërheqë vëmendjen ndaj një çështjeje etike dhe të mbledh qindra mijëra pound për një kauzë të rëndësishme. Pavarësisht lodhjes dhe sakrificave, ai mbetet optimist edhe për performancën e ekipit të tij të zemrës. Kur pyetet për rezultatin e ndeshjes kundër Haitit, përgjigjja vjen menjëherë dhe me shumë besim.
Një fitore 2-0 për Skocin. Për Craig Ferguson, megjithatë, rezultati më i rëndësishëm nuk matet vetëm me golat në fushë. Fitoria e tij e vërtetë është çdo person që ka gjetur frymëzim në historinë e tij, çdo bisedë e hapur për shëndetin mendor dhe çdo jetë që mund të ndryshojë, fal mesazhit që ai po përcjell. Në këtë kuptim, ai ka fituar tashmë shumë përpara se të mbërrijë në vijën e finishit.